mua nuk më pëlqen fjala tropoj, sepse tropoj është ajo çka ka ngel nga ndarja. Mua më pëlqen fjala ose terminologjia malësia e Gjakovës. Jam i saktë apo jo? Je shumë i saktë. Kjo është, po themi, termi korrekt që përshkruan të gjithë zonën. E dua të ndalem pak tek Jemi malësi e Gjakovës. Kot na kanë ndarë se këtu tani gjithmonë lëshoj ndonjë bume kështu edhe krijoj hasmëri. Kot, s'kemi lidhje me Shqipërinë. Duhet pasaport për të hyrë aty? Në fakt me çfarë di unë, ndoshta shumica e figurave më të njohura të asaj zonës tënde, janë vlerësuar më shumë një Gjakov sesa këtej. Pra si figura artistike, si figura, ku diun, është shumë e vërtet. Është shumë e vërtet në Kosovë. Dhe unë së fundmi e kam marrë vesh këtë gjë. Në Kosovë çmohemi dhe vlerësohemi shumë më shumë se sa çmohemi dhe vlerësohemi në Shqipëri. Është për tu çuditur, është për tu habitur. Tropoja apo malësia e Gjakovës ka pasur në shkallë rrethi apo republike intelektualet më të shumt në numër, dhe nuk e them unë, e thon statistikat, se janë marrë ca njerëz këtu me statistikat. Dhe që ne këtej nuk i njohim ose njohim shumë pak për hir të së vërtetës. I njohin shumë pak dhe gjithmonë jemi quajtur malog, gjetrash, kështu shpellar. Mendoj që të jetosh në tropoj ka pasur vështirësitë e veta, qoftë në komunizëm, qoftë në demokraci apo edhe deri tani. Kemi qenë, mendoj, një popull pak i bërë skip nga populli i vet. Pak i na kanë linçuar pak. Nuk e di, unë nuk e kam ndier shumë sepse unë nuk e kam pasur kur problem këtë pjesën e të pranuarit, por shoqet e mia për shembull që kanë ikur nga 8 vjeçarja dhe kanë bërë gjimnazin këtu, ato kanë trauma për jetimin të qenurit nga veriu, që shkon deri në kufit e racizmit. Nuk doja ta bësh një xhiro nuk doja ta thoja racizëm, po doja të thoja bullizim kështu i frikshëm, i pastër. Edhe mjafton të shkosh të bësh një racizëm është për një lloj race që nuk ka ngjyrën, gjuhën tënde apo kulturën tënde, po të qenurit në të njëjtën kulturë, në të njëjtin shtet dhe të bullizohesh për faktin që vjen nga veriu është e tmerrshme. Por ti nuk e ke ndier shumë. Unë nuk e kam ndier se nuk e kam problem, dhe nuk është se po e them tani që është kjo areol këtu përballë jush, po se kam pasur problem kur kam ndier një lloj krenarie të çuditshme brenda vetes. Sepse unë si vajzë veriu, e lindur e rritur në veri deri në moshën 19 vjeç, kur kam ardhur këtu dhe jam krahasuar me pjesën tjetër të shoqërisë time, unë dija të bëja praktikisht çdo gjë dhe për mua asgjë nuk ishte e pamundur. Për mua çdo gjë ishte e mundur. Dhe mendoj që për këtë merit të veçantë ka vendi, terreni në të cilin jam rritur. Atë them të diçka dhe jam kurioz, po ti do ma korrigjosh nëse jam gabim. Unë kam përshtypje dhe dua të jem pak i kujdesshëm edhe me zonat e tjera të veriut dhe po kërkoj ndjes paraprakisht, jo se do them ndonjë gjë, po thjesht mos krijojmë ndonjë konfuzion të kot. Po kam përshtypjen që në dallim nga shumë zona të tjera të veriut, vajzat dhe gratë e malësisë Gjakovës dhe të Tropojës nuk janë, po themi, aq të të shtypura ose se nuk duhet paragjykoj thash, ose të shtypura. Të shtypura apo vajzat e Tropojës? Pra janë disi më të lira, po them. Janë të lira? Ky është perceptimi apo e kam gabim? Jo, nuk e ke gabim. Vajzat e Tropojës për shkak të terrenit të vështirë do ta ceke, sepse unë kam jetuar dhe di të them, kur kemi jetuar po themi nga vitet 80 e këtej, se mbaj mend veten shumë mirë nga mosha 3 vjeç e sipër. Po të marrë shembull tezet e mia. Tezet e mia bënin 5 kilometra për të shkuar për të mbushur ujin e pishëm, për të furnizuar gjithë shtëpinë me nevojat bazike që janë për me sjell ujin 5 kilometra, po flasim këmbë dhe duke e mbajtur, duke e peshuar, dhe shkonin 3, 4, 5 herë. Vadisnin, prashisnin, domethënë praktikisht ushqimin, bazën e ushqimit e bënin vetë, e merrnin vetë, kishin kopshtari, kishin ara. Domethënë
Tropoja heqim qytetin, se qyteti ka qenë një pjesë shumë e vogël. Patjetër, është një pjesë e vogël, po themi. Ne e dim që Tropoja për nga harta dhe për nga masia është një ndër dy qytetet më të mëdha në hartë, në territor, rreth Tropojës. Dhe qyteti ka qenë shumë i vogël, vazhdon të jetë shumë i vogël. Minimal si qytet, sa qyteti studentit ka një qendër administrative, po themi. Dhe pjesa më e madhe kanë qenë fshatrat. Dhe unë kam pasur fatin të rritem në këtë lloj jete, që është jeta e fshatit, jeta e bjeshkëve, do me thënë kur gratë bëjnë stanin baraz me burrat, ku gratë presin drunj. Do me thënë këtu doja të dilja, Ariola. Do me thënë pak si viking jemi, ne? Pra, këtu doja të dilja, pra pavarësisht se I respektoj dhe I dua shumë dhe unë ata që më njohin e dinë që unë Veriun dhe Kosovën e kam pikë të dobët, sepse mendoj që aty është edhe zemra e shqiptarisë në Veri dhe në Kosovë. Po jemi një të shkutur. Po thoja këtë gjë që kam njohur edhe vajzat të Kukësit, edhe vajzat të Dibrës, edhe vajzat të Shkodrës, edhe vajzat të Mirditës, dhe vajzat e Malcis Gjakovës më janë dukur më të lira se sa ato. Terreni Tropoj, për shkak të shumë gjërave që bëhen zinxhir, të thash, e vetmja gjë që tropojanti kanë nxitur për të dalë nga aty ku ishin, si një rreth i aneksuar nga të gjitha kahjet, sepse mbaj mend studente zgjohesha në 5 të mëngjesit dhe arrija në orën 2 të ditës në Tiranë për të qenë si studente. Atë itinerarin shumë orë. Do me thënë më duket e papërceptueshme sot se sot Tropojën e ka për 3 orë gjysmë, por prap nuk ka rrugë të drejt për drejt të shkosh. Duhet I biesh prap rrotull. Duhet I biesh o rrotull nga qafa e malit, o duhet I biesh o rrotull nga Kosova të futesh me kufi e pa kufi, domethënë që më duken gjëra absurde akoma. Për shkak të terrenit të vështirë, vajzat e Tropojës kanë këto aftësi që kanë, janë kaq të forta sa janë kaq familjare sa janë. Domethënë unë mendoj që ato nuk I rrëzon asgjë. Për shkak të terrenit dhe për shkak të mentalitetit, po themi e vetmi arsye për t'ia dal ka qenë Stirolapsi, thoshe Natullën a Stirolapsin apo Kazmën. Stirolapsi sigurisht që ka qenë më I lehtë. Dhe sigurisht që Tropoja bëri zgjedhjen e duhur sepse gëzojmë faktin që kemi një numër të madh intelektualësh, gëzojmë faktin që kemi një numër të madh artistësh, gëzojmë faktin që kemi një numër të madh shkrimtarësh, edhe doktor shkencash. Po ashtu. Edhe politikan po ashtu. Politikan më pak politikan. Dëgjoj për një sekond. Jo, nuk do futem te politika, jo. Se më kujtua kjo shprehje. Në qoftë se ju të Veriut na keni përmirësuar racën neve të Jugut. Po ne të Jugut, çfarë ju kemi përmirësuar juve? Çfarë kemi në një kontribut e juve? Mirë keni bërë që na keni marrë, po theme. S'po flas për veten, po për ato që më bën një pyetje dhe besoj kësaj po I referohesh dhe më thon tani është absurd, të them ty a më mirë gocat e Tropojës apo të Vlorës, ti do thuash Vlorës, nuk ka sens të më thuash Tropojës. Unë? Jo, të Tropojës. Okay. Tropojës. Ata që më njohin, gjithashtu e din që I kam pikë të dobët vajzat e Veriut. Kam qeshur me komentet e njerëzve, jashtëzakonisht shumë. Po është fakt që ne e zbukurojmë racën. Por e kaq të bukura jeni të gjitha ju? Zemër, unë nuk jam asgjë, ka edhe më të bukura dhe shumë më të bukura. Domethënë unë nuk e mbaj veten për të bukur se kam marrë ndonjëherë. Mirë, tash dhe ti tani me këtë modestinë Jo, sinqerisht nuk është modesti, ose është defekti I vajzave që janë paraqitshme që nuk janë rrit me atë që hajt se e bukur. S'kan pasur nevojë ta konfirmojnë vetë. Por që Viola është e vërtet, unë si mashkull po ta konfirmoj, janë yje. Kështu që është shtat larta. Po. Tani, se më bëri shumë përshtypje që e the Ariola, kujtoj gjithçka nga 3 vjeç e mëtej. Kështu që do doja të ndaleshim pak tek fëmijëria. Si ka qenë fëmijëria jote në Tropoj? Tani që e bëj analizën, do doja të tregoja, po se di. Kam filluar të shkruaj pralla. Sa bukur. Kam filluar të shkruaj pralla, edhe do me thënë e gjitha ajo që unë po shkruaj për momentin është memoria ime nga fëmijëria. Dhe do me thënë prallat e para I kam shkruar me kujtimet me gjyshen edhe me gjyshen time. Nuk e kam thënë këtë.
se nga një herë kur I them gjërat nuk më bëhen edhe prandaj hezitova, më zvarritën shumë si kërmilli më zvarritën. Por tani I ke mbaruar, kështu që? Edhe po I kam mbaruar, I kam shkruar, I kam nxjerrur në letër. Besoj do t'i botosh apo tani, jo? Do me thënë dëshira ime është po t'i botoj, sepse Mund të ndash në një kujtim të veçantë që ti e ke hedhur aty në letër. Po, do të tregoj pralla e parë që kam shkruar është për mua dhe gjyshin. Un jam fëmia I madh prej, do me thënë momentalisht nipër e stërnipër jemi diku te 42-43 nga 8 fëmijët që kam pasur gjyshërit e mi. Un kam qenë besa e madhe dhe sa e privilegjuar kam qenë. Si hapsi parin e nipërve. O zot, kam qenë shumë e privilegjuar edhe do me thënë ndihem me shumë fat që kam pas atë gjysh. Edhe do them një gjë shumë të ndjerë, unë e humba këtë vit, 98 vjeç, sigurisht ka bërë moshën e vet, pleqëria e mori, por më priti nuk I mbylli syt pa shkuar unë dhe më donte shumë. Më donte jashtëzakonisht shumë. Edhe unë I kam çmuar dhe I kam dashur gjyshit jashtëzakonisht shumë. Edhe ka shumë rëndësi për mua të shkruaj kujtimet me ta, që të ngelen jo vetëm për mua dhe fëmijët e mi, apo niprit edhe stërniprit e gjyshëve të mi, të dinë çfarë gjyshish të jashtëzakonshëm kemi pasur. Ka një gjë shumë të bukur për ne fëmijët që jemi rritur me gjyshrit, kemi një empati ndryshe dhe kemi njohur disa epoka, sepse unë për shembull dhe ma kujtove këtë, më kujtove tim gjysh, që na mblidhte aty afër sobës së drurit, sopë druri kemi pasur ne, edhe na tregonte histori të ndryshme. Po, e disa më kanë ndihmuar ato që të zhvilloj imagjinatën. Pra, ajo marrëdhënia me gjyshrit është shumë e veçantë. Është shumë e veçantë. Edhe duke lidhur me gjyshin tim, se gjyshi im ka një histori përpara se të ndodhte lufta e Kosovës, gjyshi im e ka përjetuar sepse ka ardhur nga Nëkshiqi I Plavës, nga Mali I Zi. Kanë qenë një familje shumë patriote dhe shumë luftëtare. Në luftë me serbo-malazezët ai humbi vllain e vet dhe gjithmonë më shoqëronte historia në odën e burrave, në sobën e burrave faktikisht që I thonim ne. Jam rritur me historitë e tij dhe kam fatin, sepse ai ka lënë disa shkrime, ka botuar gati 7-8 libra viteve të fundit përpara se të ndronte jetë, dhe kam edhe materiale për të, kështu që do e nis dua ta cek këtë që gjyshi im ka pas një kal të zi që quhej Vrançe, unë s'kam qenë më shumë se 4-5 vjeçe dhe erdhi në qytet për të më merrte dhe të iknim bashk në Bjeshk. Bjeshka jonë quhej Lugi Vocit, edhe gjithë rrugën ai e bëri në këmbë, unë isha në kal, se kali ishte I ngarkuar me gjëra që vinin nga Vrini, ashtu e quajmë ne. Edhe për të ngjitur në Bjeshk, ushqime, domate, gjëra bazike për të ushqyer në Bjeshk, gjëra që mungojnë atje sipër. Dhe të gjithë rrugën, domethënë për shumë ore kemi bërë bashk. Ai fliste, më pyeste, lam kalin edhe mbaj mend që atëherë që më tha, po piu kali ujë këtu, ishte një puz, po piu kali ujë këtu, do pim edhe ne. Dhe më vonë, atëherë nuk e dija, nuk e bëja lidhjen, thasha, po si pi kali aty, pim edhe ne aty. Dhe më vonë e kuptova që ku pi ka kali që ka burim ujë, pishëm pa bakteria. Dhe domethënë më ka mësuar të kaleroj, më ka mësuar ndoshta këtë po themi forcën mashkullore e kam të trashëguar shumë, më lidhet figura atrore më lidhet më shumë me gjyshin tim se sa me babin tim, me thënë vërtetën, se me atë ndaj shumë kujtime, me babin ndaj më pak, se I shkreti ishte në punë ku të çaj. Vërtet, se prindrit janë munduar në fakt të sigurin jetën. Prindrit kanë qenë në punë, ndërsa gjyshërit kanë qenë aty, shtëpia ka qenë aty, puna ka qenë aty, fshati ka qenë aty, domethënë arat ne I ndiqnim nga mbrapa, ndiqja gjyshën time kur prashiste, kur mbillte speca, domate. Edhe kur më thon për shembull cili është ushqimi jot I preferuar, gjithmonë më lidhet me domaten. Ai zgjimi nga shtëpia e gjyshërve direkt te kopshti dhe merrja një domate pa hapur sytë ende dhe dikur I vinte era domates. Ajo aroma e domates e mbaj mend dhe unë. Domethënë me figurën e gjyshit edhe gjyshes më lidhet fëmira dhe tani që bëj një analizë të gjës pa e hiperbolizuar, pa e zmadhuar.
mendoj që kam pasur një fëmijëri të jashtëzakonshme dhe nuk e kam çmuar. E çuditshme. Domethënë duhej të kalonin kaq vite që të kthehesha brapa, jo, nuk e kam kuptuar. Mendoja që ishim shumë të varfër, më vinte turp të flisja për kopshtin, për ujin, për gjëra që lidhja boronica apo dilja në male dhe mbi. Ndërkohë që janë gjëra që do t'i donte çdo shqiptar ti kishte. Domethënë mbaj mend që ngjisnim një mal të tërë për të mbledhur bujashka, i themi ne. Dhe vendosnim sikur këto nëna tona që japin nga vendosnim këto litarët dhe i banim në kurriz dhe se po flas me dialekt tropojan, i dirgjnim poshtë nga mali drejt Testani. Kam kaluar një fëmijëri të jashtëzakonshme dhe do ishte gjëna mos t'i shkruaja këto kujtime dhe t'i nxirrja në porralla. Dhe është keq në fakt që shumë fëmijë sot e kanë pamundur, qoftë edhe një raport fare të vogël me këtë jetën e fshatit. Prandaj ai terren, prandaj ato vështirësi që ka pasur në të jetuarit shumë bazikisht. Po flasim shumë bazikisht, jo luks, jo gjëra në të ngrënit boronica, në të ngrënit gjëra kaça që gjenim në pyll. Kështu e mbushëm. Kaçat është një gjë është një lule me thera që duhet i hiqet të gjitha therrat dhe aty dilte një si karçof. Ashtu dilte si karçof. Edhe hanim atë apo gjenim kokërdhok që ishin si patate, po ishin gjëra ishin shumë të vogla që gërmonim, ja kështu gjithë ditën bën. Diegon, ke ndonjë kujtim të tillë nga fëmijëria apo ja? Unë po të dëgjoj aty Ariola aty. O zot, çfarë fëmijërie idilike. Dhe unë mendoja deri 15 vjeç që manaferrat bëheshin pemë, domethënë, e kupton, e tmerrshme. Shtritur në Vlorë. Ja, ne jemi rritur në beton. Po. Me një dallim të vogël që kam patur detin. Okej. Po. Por pjesa tjetër e detit dhe i torturon. E torturon. Po ne kemi pasur edhe lumin. Lum kam pasur edhe unë. Megjithatë se detën e di kur e kam parë detën për herë të parë? Në klasë 8. Fiks kur unë kam parë borën për herë të parë. Si ishte ajo ndjesia e të parit detin për herë të parë? Akoma këtu te supet kam shenjat që nuk dilja kur nga uji dhe këtu u bë varr komplet. Vërtet? Domethënë aq që lumturisha rria në ujë, notin e dija sigurisht se kisha mësuar në Valbon. Nuk isha profane komplet, po nga dashuria për detin, domethënë nga mëngjesit deri në darkë nuk dilja dhe isha e nxjerr vetëm këtu e sipër. nga supet edhe sipër.